أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur, ndërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet, përshëndetjet më të sinqerta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë të parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Do të vazhdojmë inshallah me këtë kapitullin e gjatë që i kem thënë që Ibnul Qayyim rahmetullahi alayhi na ka fol për gjurmët e shëmtuara të mëkateve. Kem numëruar përgjithsisht kem përmend 23 gjurmë, kem arte e 24 që e ka përmend Ibnul Qayyim rahimullah, ku thot për gjurmëve të mëkateve është humbja e turpit. Për gjurmët mëkatet, dhe të mëkatet bojnë që me humb turpit e njeriu. E turpi, thot Ibnul Qayyim rahmetullah alej, është burimi i gjallërisë së zemrës. Turpi, thot, është themeli i çdo të mire dhe kur ajo humbet, humb e gjithë e mira. Para thot edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith të vërtet, hadithi që gjendet në Sahih në Muslimit, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, el haya'u khairun kullu. Thot turpi i tëri është khair. Për atë arsye, shishasi Ibnul Qayyim rahmetullah alayh e potencon të thot turpi është burimi i gjallërisë. I gjallërisë së zemrës. Zemra dashurit e mi kanë, do të thot, zemra e njeriut ballafaqohet apo kalon në për faza. Edhe për atë Allah subhanahu wa taala, nëse e marrim me këshyrim Kur'anin, e marrim me shishojmë Kur'anin, asku nuk me gjetë në Kur'an që Allah subhanahu wa taala i ka jepë rëndësi fizikusit, pamjes të jashtme. Po për kundrazi i ka jepë rëndësi brendësisë. La yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Thot Allahu te bareke ve taala, atë ditë nuk do të bëj dobi, është në atë ditë për cilën ditë, ditën e Kiametit. La yanfa'u malun wala banun. As pasuria, as evlad nuk bëjnë dobi. Përveç sa i cili vjen me zemër të pastër. Kem thonë komentues të Kur'anit që ka thonë bi qalbin salim, ej salim, të pastër prej shirkut, prej kufriateve, prej bidateve, prej gjunaheve. Me këto 3 gjëra zemra bëhet e pastërt. Për atë arsye, edhe në hadith ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna fil jasadi mudgha. Në trupin e njeriu është një copë mishi. Idha saluhat, saluhat jasadu kullu. E kur përmirësohet i tërë trupi, ka thënë ala wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Për atë arsye dashurit e mi, se të për neve duhet kem, po kam dëshirë pak më ndalin këtë pik me kujtu veten edhe juve se Zotë na u dhon krejt na po i rim gati të jashtme ston. Po kujdesem për lukin ton që po i thon këtë zamonin asfaltum. Mu dok bukur, mu vesh bukur, mu pa bukur, mirë këto krejt edhe krejt i kërkon feja. Që ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu është i bukur edhe don të bukurën. Po Allahu e don zemra me qenë edhe shumë me e bukur se ti mu duk njashtme në tonë. Dhe për shembull ka plot prej muslimanëve të parë hershëm ndoshta njashtme në tyre si jo ndok shumë bukur, se kanë pas mundësinë materiale ata mu dok bukur, mu vesh bukur, ku ta diunë, po brendsinë e tyre e kanë pas, vallahi al-adhim, me pas mat që e mat bukurinë, vallahi s'kish me mujt me e mat çfarë bukurie kanë pas në zemrat e tyre. Sot bukura i kanë pas ato zemra, se veprat e tyre madhështore që i kanë vepru, na tregojnë për se ata
ndë gjokës atyre kanë pas zemrat mëdhaja. Për atë arsye, është shumë më rëndësishme dashurit e mi që ne të kujdesemi për zemrat tona. Më së parti, me pastru zemrën prej bindjeve të kota. Me pastru zemrën, Zoti na rujt nëse zemra jote edhe zemra jeme ka ndonjë njoll të bindjeve të kota me nërë me pastru ato. Me këshyr zemra jote mas parti, që i ka put me do ibadete, se zemra ka ibadete, që kanë thonë, është përmend, e kanë përmend ulemat, amalul kulub, vepra të zemrë, po zemra ka vepra, ka ibadete, me vetë vetën, zemra jote është zemër e këthyme ka Allahi, është zemër që është zemër e pastërt prej hasedit, prej mlefit, prej urrejtjes, prej xhelozis, me pyet veten, është zemra jote që po i dën muslimant, gëzohet kur musliman triumfojnë, gëzohet kur zemra jote, kur ishe musliman që po heci përpara, gëzohet zemra jote kur ishe një vllaut tonë që elhamdulillah Zotja ka hap dyrët e dynjese, po hec mire, e ka një familje të mire të shëndosh, apo të gëzohet zemra? Po është i sukses shëmput e ti, apo të gëzohet zemra? Këtë këto pyetje du të mja bo vetit. Se ka vëllai i kanë zemrat qybyri kanë. Po ju lip kur gjohiq, po ju marë kur gjohiq, së në përbalon, nuk mundet me përbalu tjetërin pëse a i po hec, pëse a i po ka sukses, pëse a i po është i pranushem, pëse kështu e ashtu. E këto e këtë problematikat zemrës, që nesër në ditën e kiametit Zoti na ruaj të robi me shku te Allah subhanahu wa taala, me shku me kësi zemrë të mbushme me gjinohe u problem. Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sahabeve që tash po thot ka me hy një xhennet li. Ka me hy një xhennet li, thot ka me hy. Edhe kanë këshur sahabët kush është ai, se sahabëve i ka interesu xhenneti. Kur e kanë po një prej sahabeve, Abdullah ibn Omeri, thot vendosa me shku me këshyr, qa o ka bën kë? Tha shkova të shtëpia e tij dhe i thash, o vllai jem, po mbas një konflikt me babën, më kanë xhir baba prej shtëpisë, apo më jep konak një trinat të ti me ndajt. Dhe keme pa pës afër me qa o bën, tha e këshyrsha, nuk bëj këti shka ma shumë se jom të vepru në njëjt gjëra të rëndom ta, ta shamani arab biqgoh me këtë njeri, hajmë nështë ta natën e parë, po ruhet prej meje, natën e dytë, apet njëjt, natën e tretë, apet njëjt, dikur ta shko ti njeri, mu asë më ka qitë baba për shpizat, po pejgamberi s.a.s. thas tash kam ju hini, ka me hymë për asaj dere, do të hynë gjamin e gjennet li, e do shta me të po me marrë vesh, ka bën t'i vlla. Tha valloj, tha, që ato punë që ka i pove që jem të i bo, që ato të njëjtat, veç se tha po e kam edhe një. Tha në kur të bi me flejta, nuk bartin zemrën teme për asë një musliman dhe të tëtë, asë urejt, asë mendim të kësë asë kur gjohë. Tha, që kjo koka, tha. Që kjo, tha koka. Që kjo është. Qëre, dashurit e mi, zemra dashurit e mi, që ta lutë Allahun, që Allahu me ta pastru zemrën. Që ta dhe, vallahi billahi, jam do ditë të i ledzu prej koleksionit pa muslimit, sot gjithësisht lexova për një hadith që subhanallahu il adhim e përmend ke Imamu Nawawi rahimahullah, thëjke atë shumë e ka bu duan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, sot që në Safia radiallahu anha i ka thonë, ja Rasulullah, po që shumë të e po këtë dua, shumë të e po këtë dua, pe kërën që po thotë, o rutullu si zemrave, forse zemrën time në fejnë tonë, ama zemra, pëse? Zemra dashurit e mi. Para dashurit e mi, Allahu na i pastrov zemrat tona, na i bov zemrat me i pas të pastërta. Me i pas të pastërta prej gjdo të ndyte që e ndyt, qoftë kufër, qoftë nifak, qoftë bindjet gabume, qoftë para gjykime e ngarkesa që e njollosin ata. Pastaj Ibnul Qayyim rahmetullah alej, dashurit e mi, e nëmëron të 25 në thotë, mëkatet e dobësojnë madhrimin e Allahut.
pasha Zotën po. Wallahi billahi po. Gjunohet, pasha Allahun e përmend Ibnul Qayyimi, e përmend në një libër tjetër që e kom lexu, po tash po kujtohet cilin libër. Thot mëkatet e prangosin robin prej ibadeteve, sikurse që prangosi thot hajni kur vepron në hajni. Qysh qitet prapa grilave, ashtu vallahi ladhim, pasha Allahun këto me e marrë me qitë në praktik me e po, e shë pasha Allahun shumë njerëz gjënë të privun prej saj. Së munden me madhru Allahun subhanu wa ta'ala. Nuk munden me i kry ibadetet, se kryrja ibadeteve, adhurimeve ndaj Allahut, është madhrim ndaj Allahut subhanu wa ta'ala. A ka argument për këtë? Vetë surën Fatiha. Që inshallah ta'ala i vjen ndonjë moment, Ibn Taymija rahmetullah alej e ka një komentim të surës Fatiha, është brillant, pasha Allahun. Është një komentim i paposhëm. Dërto argumenton fjalën Allah subhanahu wa ta'ala, kur robi thot elhamdulillahi rabbil alamin, që thot Allahu? Më falendrej robi jam. Më falendrej robi jam. Ar-Rahman ar-Rahim. Më madhrej robi jam. Ti kur të falesh, jetë të e madhru Zotin. Ti kur të falesh, jetë të e falendru Zotin. Ti kur lexon Kur'an, kur bën dhikr, kret ibadetet, ama çto kur vjen ligjërat, vallahi vjen ligjërat kur jeni të e madhru Allah subhanahu wa taala. Se ti si arme pa hoxhën që është i bukur. Po pse hoxha i bukur, nuk është se më bukur. Allahu po vjen kur është ka çka më pa më bukur. Vjen kur është për më pa hoxhë i bukur. Ama pse vjen ti ndërs? Pse ti që tash domethënë kur plot i kanë ngre çadrat, i kanë bë çadrat gati me pa çush ke bë, çush pi thoshin në Spanjës? Rufeja kuqa, çush ke bërë një farë fjallë, s'po më kujtohet. Me pa rufeja në kuqe. A ne një rufeja kome. Qëre, edhe ne e qyrim bas dersit. Na dojtë vakti. Ama, vallahi, dalimi madh është dikush që i ngre çadrat për rufeja në kuqe, atje, edhe dikush që e lenë rufeja në kuqe dhe vjen ulet me ndigu fjallën Allah subhanahu. Kjo është madhërim ndaj fjallës Allah subhanahu wa ta'ala. Me emrin Allahut kur kem me përfundu, nëse Zoti na jep ymër me përfundu këtë ders, që shka në hadith ka me na thonë, ngritoni të falun jeni, e ata vallahi kur të kryen 90 minuta, s'dia ka me thonë, jeni të falun, nuk besoj, s'di që ka argument që ka me thonë të falun jeni. Inshallah vetë gjynes marin. Inshallah jo. Ky veprim është madhërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Bel nxënia e dijes e ngrit robin në deregjetet larta të Allahu subhanahu wa taala. E ngrit deregjatet larta, Allahu na ngrit, na bof pejtën ya rabbel alamin. Mëkatet thot e dobësojnë madhërimin e Allahut, çu ka thot tash Ibn Qayyimi. Nëse nderimi ndaj Allahut, thot, nëse nderimi ndaj Allahut dhe madhërimi i tij zëvën në zemrën e njeriut, atëherë ai nuk do të guxon të thot ti bënte mëkat Allahu subhanahu wa taala. Që ta Allahu në ajet për ajeteve thot ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Çka është me ju që s'pe madhroni Allahun? Çka është me ju që s'pe madhroni Allahun? Wallahi billahi ka me shpëtu në dynjan akhirat ai i cili e madhron Allahun te bareke wa taala. 26. Mëkatet shkaktojnë haresën e Allahut dhe braktisjen e njerit për ti. La ilaha illallah. Mëkatet shkaktojnë haresën e Allahut. Çka nën kupton haresën e Allahut? Se Allahu nuk është që haran, jo, Allahu s'haran. Ulemat e ehlus sunnetit dhe xhamatit nisjanin kur e kanë sifetun nisjan, e kanë komentu, kanë thonë çka është? E lën Allahu subhanahu wa tarakahum. La yusaf lillahi subhanahu wa ta'ala. Se kjo me bëthon Allahu haran, kjo nakisa është mangësi.
Jo, po tarakahum. Qysh? Ndëgjash atë Allahu subhanahu wa taala, edhe këtu vallahi nuk ka nevojë ehli sunneti për tifozllokën e rrezgokës as dikuj. Veç wa rabbil Kabe, pasha Zotin e Qabes. Mas parti ty që Allahu ta ka bëu nasib me besu, edhe me ndjek rrugën e ehli sunnetit të shumë, o Zot faleminderit. Se sa mbeturinat jonë këtë punë, do jonë mundu të i bot difat do shtramnime kanë ardhë që asë që thush që kojë e kam pru. Ama qërë besime e hlesunetit sa i letë, sa i rahat që më është për zemrën. E lidhme me fjallën e Allahut, kush jonë e hlesunet, qëka është e hlesuneti? E hlesuneti jonë ata që kapën Kur'an e hlesunet, ka thonë Allah, ka thonë pejgamber, ka thonë Allah, jonë do të një hoqë, si të she, që s'pendi që ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, loj dur 5 herë piti. Bile me dhe 6 me sapon, që s'ka gjo piti. Se min sifat ehlu sunne wal jamaa, për cilësive të ehlu sunnetit është sa ata thonë ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi s.a.s. Jonë të kapun, ama me kuptu drejt që ka thonë Allah, që ka thonë pejgamberi s.a.s. dhe mi qitë në vend ato. Qysh ka thot Ibnul Qayyim kër argumenton këtë që me katët e shkaktojnë haresen e Allah dhe e braktisjen e njerut për ti, e ka përmend ajetin ku thot Allahu: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Që shatë Allahu, oj që keni besu, keni parasysh frigën ndaj Allahut dhe letë shikojnë njeriu se në qëfar dhe qikoj se qëfar ka përgaditur për nesër. O shjala për nesër kur del para Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi billahi tallahi dashurit e mi, na nuk e dim kur është takimi jonë me Allahun te baraka wa ta'ala. Unë pak para ligjeratës e pa Shek Abdurrazakun në një video të bu dua për një pinzonsave ti. Hoxha i madh Abdurrazak el-Bedr, për ulemave të Medinës, thanë me nxez sabat, namaz sabat të konë menin ders një pja Algjeris. Tha se ka ditë se ka me dekë qatë ditë, djali i rinë, lullet rinis. Ka mesi i ditës ka hypën kulm, me regullu kulmin, një shka ka ra për kulmit, vdekum. Ty se di ku ki me dekë. Wal të ndhur nefsu me kaddemet ligad, le të shqeqën se cili për vetën e vetë, qa ka përgadit për nesër, qa kimi thonë Allahut, qa kimi thonë Allahut ku del për Allahut, qa ki përgadit. Pastaj thot Allahu te baraka wa taala: "Wala takunu kalladhina nasu Allah", mos u bani pe atyne, mos u bani si ata që e harun Allahu subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, e Allah i bëri që ata të harojnë vetveten e vet. Allahu, a do të thotë që po ta thjeshtsoj, shumë thjesht pe thon çeta. A do të thonë me të bëu Allahu me haru vetveten tonde, me i haru i bën këthiri rahmetullah alayhi thot, të bën me i haru obligimet ndaj Zotit çka i ki. Aty vallahi billahi se vallahi tërqeth po më qohën për këta. Po jo tërqeth, vallahi billahi me kukat pak është këta. A që të me thonë, me bo njeri veten, me pru veten, që Allahu me të bo ty me harru te ato që ka Zotit ka obligu me ta. Pasha Allahun ka plët që se shkret. Pasha Rabbul Aleminin. Pse vjen kjo? Vjen kjo se e kanë haru Allahun, i kanë haru urnat e Zotit. Të bënë Allah subhanahu wa ta'ala mu marë me sende, që nesër kur del para Allahut, ato sende Zotin arrujt mundën më konë shkatrim për ty. Sa prej njerëzve sot lodhen të nga në bas dynjas, lodhen bas rasheve të dynjas, që ajo dynjoj i bohet azab, gjehenem i bohet. E shkatron, e largon prej namazit, e ndi namazin, hajtë se ma vonë. Sa prej vllaznive tonë kanë rëshqitja dashkurit e mi, nuk është se me lon namazin, mos mu fal hiq, e me bo me vetë dhije njeri këtë punë, kjo është shumë punë e rrezikshme, që ka për ulemave që e kanë llogarit kjo ridde, bot njeri renegat, por rëshqitja dashkurit e mi është se nëse e ke fal namazin në xhami, non stop, edhe a ke nis me lon xhamin onash, vallahi edhe që kjo rëshqitje, pasha Allah nësë të rëshqitje,
Para të arsyt dashurit e mi, që shka thot Allah subhanahu wa ta'ala, shqa dhe njerë për leza jetin, wala të kunu kelledhine nesullah fa ansahum anfusahum. Thot Allahu dhe mos u bëni si ata që haruan Allahun, e Allahu i bëri ata që ta harojnë vetë vetën, ata janë të prish. Qka? Ata janë thot të prishurit. Parat Ibn al-Qayyim rahimullah, thot nga dëmët më të mëdha është që njeriu me haru vetën. Qore, me të haru dikosh, edhe kjo problema. Vesh njeri me haru vetën, e qka në kupton thamë me haru vetën, me i haru ti urdnat e Zotit që duesh me i kry. Mos me i qunë vend ato. Me i lon ato. Pastaj, prej mëkateve që ka përmend Ibn Qayyim rahmetullah alej, e 27 thotë, mëkatet e nxjerrin njeriu nga rrethi i mirësisë. Nga rrethi i ihsanit. E çka i ihsani? Ihsani është niveli më i lartë imanit. Islami ka 3 nivele. Islami, imani edhe ihsani. Kur thush la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, çka? Je bo musliman, je hi në rrethin e islamit. Kur janis me fal namazin, me agjëru Ramazanin, me jep zekatin, me kry haxhin, e beson Allahun, beson me lajket e tij, librat e tij, pejgamberet e tij, ditën e fundit, caktimin e mi, qoftë i mirë apo i keq, i kryen unat e Zotit, çka? Je bo mu'min, je bo besimtar, ke kalu me nërë nivelin e dytë. Ihsani çka është? En ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikurse që e sheh, edhe pse ti ato nuk e sheh, ai të sheh ty. Qëta Zejnul Abidini më ka pëlqy dinat një më kënaqës. Kom vjedh me vesh, ama kjo vjedhje pozitive. Të dollë për gjamis, i shkon një dëgjem të rritu në marrë avdes. Gjemat këti që se gjamije unë. Po shëqyrë të thonë, sot tharë shëqyrë, se sa shëqyrë, kjo shalë ndoshta e kanë një arsy se edhe ndërës prezentojnë. Ama më ka shumë lezet. Muhabeti që e bëjshin të marrë avdes. Njoni a bëj këtë ku tha e kom di, tha Zejnul Abidini, një shkon një farë Zejnul Abidini, Ali ibn Husejni, tha tu marrë avdes i kishë ratë fikt. Desa këna sirinije që bojnë muhabet për Zejnul Abidinin putë biri këna. Ma sirinije që shkebe? Stuhija e kuqe. Stuhija e kuqe, së shërta bajeret. Stuhija e kuqe, apo fiton sot, as po fiton. Që sirinije, ishala kanalizimis në zatetet, se kanalizim së në shmirojnë me ta. Atë e të kanalizimit, e kërë me kumullo, atë farë sajme me ashti, së në sajme me ashtim me ta. Ama, kur kiri një se diskutojnë se që ka thonë Zejnul Abidini, që ka thonë Daru Qutni, që ka thonë Bukhariu, që ka thonë Muslimi, e bëshiru. Edhe alhamdulillah na këna kësirinije, se që në vetë pe përmendi rastin. E diskutoj ke, e bëshë sa bukur, unë të hes ka dale me kashtin, veç dëshra me ndi qka, sa ma koj ke veshi, ma koj ke, shumë. Që këj Zejnul Abidini, dashurit e mi që të marrë abdes që e kam përmend të dy habibat, se gati ja përmend da emnin, kër i karot fikte kanë këfil, i kanë thonë, që kimëre? Thajmë të e boni i badet mërë qkret, që i paraprin një ibadetit të malë që është qëndrimi para Allah subhanahu wa ta'ala. Shumica e djetarëve kur folin për ihsanin e përmendin që të rast, që kjo është ihsani, me ndjetin zemrën tonë dhe sa të pa Allah subhanahu wa ta'ala të e bu ibadetin. Me ndje ato, që shena buna për balsaj? Ruhma kera, o zot në falë. Mëkatet të të nxjerrin robin prej rrethit mirësis, ihsanit, dhe privojnë ato prej shpërblimit të mirëve. Nëse mirësia, thot, që shë thot Ibn Qayyim, dikaj këta thot, nëse mirësia e prek zemrën e njeriut, ajo e ndalon këtë fundit, do të thot, zemrën qka, nga kryerja e mëkateve kështu midis ti, edhe zemrët vendoset një pengesë e madhe. E po do musliman të mirë, Allah në bof për të mirë, Rabi, thune amin. Në shka mi thune muslimanit mirë, hajtë piraki. Spin! Pse? E ka i murin, e ka këtë murin, e të vendosën. Mi thonë, bën zina, zban, në po flasim, të shumë, bon vaki, del do një, tash mos të shtim në dorzat për krejt, apo nëse del do një, nështë të del do një që edhe piraki, bon vaki, del. Po shatë zote bu, ka herë i jep shazara, vëtan, disa ka komunisë ka pak me
Kush nisat mi përdor ma shpesh. Po ju karan do se po i karan s'ka njerë, po të zhgënjen, eshe mi e këndej këtu dallavërgji. Mi e këndej këtu rëndës. Haji, rëndës. Loj, Allah. Haji, thira, tani ani s'hoqen. Hoqa, qa bune, qëgji, hajde haji. Pa du me aja breve qirat të goje filonit, aj dilin gji, haram suz, dëm me qel, me raki, du gojen këj, a ban me aja. Po t'je din mërë vlo, pse po më thirë mërë vlo. A ti që ka herë për më vjevesh në bare, me thonë t'ja, disa njeri poshtëria, po thonë. Që ti po do me më qu, po do në dorë për dorë me marrë në një haram të madhun e ti e di që është haram e punë. Jo më do punë dashurit e mi, s'ke nevoj me thirë o gjallartë. S'ke nevoj me thirë o që në pëtonë. El halalu bejin o el haramu bejin. Halali është i qartë dhe harami i qartë, jo në stende, me pira ki s'ka nevoj me vetojë në bërë me pia s'bërë me pi. Me marë kamat s'banë, me vetojë në bërë s'banë, kamata e kryme o pëtonë. Ma betet kryme. E 28 thot, nga pengesat e mëkateve, apo nga pengesat e mëkateve është se ato e dopsojnë ecjen e zemrës drejt Allahut. Qa thot Allahu? Fefirru ila Allah, ikri të Allahu. Fefirru ila Allah. Fefirru ila Allah. Mëkatet s'lojnë me i këtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëkatet e pengojnë, thot Ibn Qayyim Robin, se lojnë me i këtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëkatet thot e dopsojnë ecjen e zemrës drejt Allahut dhe drejt botës tjetër ahiretit. E 29, ndër pasojat e mëkateve është se ato e fshin begatin, la ilaha illallah. E largojnë begatin mëkatet. Edhe e sjellin do më thonë fatkeqësin, apo sjellin fatkeqësit shumëta. Wallahi që kjo është shumë e rrezikshme. Me këtë ajet po du me e përmbyll. Me kas të kom lënë fund edhe në stop e më po të këshyr orën se unë gotësha. Për ma orë dhe i të shka. Që vallahi billahi shumë duhet se cili mu marë me vetën për balë që saj. Që shka thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Dhalika bi anna Allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Thot Allahu tebaraka wa ta'ala, Allahu nuk e ndryshon një begati me të cilën begati e ka begatun një popull deri sa të nuk e ndryshojnë ato në vetë të tyre. Apo donë ma shumë me hiun bashk, ma fjell me hin ajet. Allahu begati që ti ka, pi begati o ma të mëdha çka është? Imani. S'ka begati ma të mëdha në dynja se imani. Allahu nuk ta merr imanin, nuk ta merr islamin deri sa nuk nxen vend në zemrën tonë diçka para islamit. Me po Zotin arrujt, me nxon vend diçka tjetër, Allahu është xhelaz. Ta merr. E merr ato. Ta merr islamin. E kur ta merr islamin, edhe një herë po i përmendi disa gjëra se na ka një herë kem nevojë me i detaju. Zotin arrujt me të mbet për islamit veç emni. Qysh u ka mbet plotve veç emni. Qysh kur ti para islamit qëtë gjithë qka. A ban makjart, po që, makjart. Qysh a thot Allahu? Wa ma asabakum min musibetin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Thot, as një musibet thot që ju godet juve, nuk ju godet vetëm se si rezultat i veprave t'juja që i keni bo. Edhe psa i falë shumë. Allahu te baraka wa taala dashurit e mi, kur ta ka dhuru imanin, ta ka dhuru islamin, të ka dasht fort. Pasha Allahun po. Wallahi billahi, na ka njëherë mashtruhem piraqeve të dynjas, mashtrohemi për gjërat për rreth që na mashtruhem. Edhe nisim nështë ka njëherë më rënkuthejmë, pa na mungon kjo. Ama Allah të ka begatu, kur të ka borë nasib me thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, të ka begatu me të qu qëra, nuk ka bërë begati më të madhe se mu qu pi krevetit në sabah, në 4,
edhe me hypkerit, biciklës, komve, edhe me arë të gjami mu falë. S'ka begatimat madhe. Nuk ka hiq. Mu ka nërë disa përmën një ditë një vlovat që mja bo sabajt. Vesh këshyrë që të ka dollë para sabajt. Nuk mbin dikush që mundet me i hup sabajt, dikuj që në zemrën e ti, sabajt është gjë me madhe. S'ka hiq. Binasil Kur'an, që me Kur'anin. Kur t'ja nis me dollë diqka, ja nis me dollë gjumi, takon da gjumin ma shumë, takon da me flejt, hajtë se përko me dollë, unë e dybe që ke me dollë në punë edhe tjeja, dhe këj ke me dollë në punë, kanë me dollë, dikush të ashtë, dikush e ka një punë që e ka komoditet, dikush në Allah e ka po shef, po qa me të botë ashtë në Allah, a ka pas të hobe që jënë konë gjendjen tonë, dhe në dhe mazimër jënë konë, ama kur si kanë qitë tonë diskutim, pse krejt këthejnë të qëto që ka i përmenda dashurit e mi, se kur zemra ushqehet me sevape, po thëmë këtë gjuhën tonë të përdiqme, kur zemra ushqehet me sevape, i badetet, alë që shqipana e zemra, edhe nëse tropi lodhet, ama zemra kur ushqehet me mëkate, i badetet së një bënd tani, s'mundet me i bo. Edhe, që shtaj, a i buri madhë, një prej muslimave që e kishton një fjallë të madhe, që a kishton, tha, namazi sabahit tha është si lufta. E në luft s'merë gjithë kërsh pjesë. Kështu dashurit e mi, kisha me thonë edhe shumë qka, kisha me thonë edhe shumë, edhe di që i kom lonë shumë pa thonë, po pjallojmë rendin edhe herave tjera, po e lusë Allahun që Allahu zemrat me na i pastru. Allahu zemrat me na i pastru, me na i bo zemrat të pastër ta, me na bo zemrat këthyshme ka Allahu, me na i bo zemrat që këthehen të Allahu shpejt, edhe kur gabojmë, më këthy shpejt të Allahu, me na bo zemrat që ikin të Allahu, me na i bo zemrat që se hupin në rrugën drejtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na i zbukuroft veprat e mira, na i zbukuroft imanin zemrat tona, e na boft me urejt kufrin, bidatin, gjinohet, na boft për atyne që punojmë me Kur'an, e punojmë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në herë, po thamë aty ku e kem qellu opimilësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, takohemi inshallah taala javën tjetër me ciklin e radhës të ligjëratave, kështu që i kom thonë, kem me vazhdu me këtë gjurmët e mëkateve, s'pako edhe në 2-3 derisa jonë. I kisha lexu shpejt, po më vjen gjuna me i kalu shpejt. Kështu që kom vendosur që ka 5-6 me i marë, mu ndalë pak në to që lallë Allah, ndoshta Allah u dënë edhe këndjelemi bashkarisht, edhe ruhemi pe këtyne gjërave, edhe në herë Zoti ju shpërbleft e ju nderoft, qofshi faqebar, e Zoti na takoftë në khajr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.